jemi në një situatë të rënë, të stabilitetit edhe të thellimit të përqarjes. Si duket, Albin Kurti duke e thellu përqamjen, po e barikadon atë polin e vetë të propagandës për mënyrë që mi morë dë vota edhe premtimi ti elektoral është si kam në aqu zgjedhje edhe mas tyre zgjedhje. Njerëzit janë më të interesuar për më ndodh diçka në vend, sepse po i friksohen që ti ciklit të zgjedhjeve të përsëritura, mushim me nalë kësaj radhe, edhe qysh nalet kjo, edhe qysh kthehet normaliteti e stabiliteti veç duke u mobilizu qytetarët, edhe kom shpresën që je më të vetëdijshëm, më të qartë në këtë fushat se çka duhet më ndodhë dhe çka duhet më bë. Qëllimi jonë është normaliteti, edhe me pas një stabilitet, me kriju një qeveri e cila merret me punë të qytetarëve. Kjo metoda, apo kjo që a kemi pa dhe sa do konë veç për një 6 vjetë, kemi pas veç propagandë,